si miqt të mbarojmë punë në miqt, të bëjmë konferencën e shtypit dhe bëni pyetjet që keni për të. Do na jepni fjalën pra në konferencë. Në qoftë se nuk bërtet si ai hapni vendin se do hidhem e merr gjithmonë fjalën. S'ka asnjë problem. Për ta se nuk e marr fjalën kurrë. Jo, provoj një herë pa britma, do shohësh që do e marr gjithmonë. Provova herën e fundit. Jo. Provoj një herë pa britma, si gjithë të tjerët ke parë që provoj, bëj çdo pyetje që do pa britma dhe pyetje. Kaq, po i bëre këtë, po i plotësoj ato dy kushte të thjeshta të edukatës së qytetarit, i ke gjithmonë përgjigje. Gjithmonë. Po hapni vendin se do hidhen. Ja, tjetëri. Asaj ma. Janë të mira? Ju e keni ndryshe, e keni si ajo telenovela Vitrinat. 1000 epizoda. A e do, as e do. A të do, as të do. Po si janë raporte? Ja. O zot. Po të ketë përgjigje s'vazhdon telenovela. Si do bësh ti, a e do, as e do. Ha? Se gjatë telenovelën dhe nuk ktheni një përgjigje nëse do pranoni vendimin e JKK për balluar. Unë shumë e thjeshtë. Tash përgjigjem, atje në konferencë shtypje. A do merrni fjalën në konferencë shtypje? Nëse do plotësosh këto dy kritere. Jo, kriteret i kanë plotësuar gjithmonë. Jo. Ja, tani s'po e plotëson kriteret. Po thua hapni vendin se do hidhen prap. Pse duhet biesh ti në sy gjithmonë me ulërim? Bie në sy nëse kryeministria do kishte bërë një reagim që të tjerë, se çfarë mendon në vendimin e JKK-s, nuk do të prysa fare për të çështën e zonë. Konferencë shtypi, merre fjalën, fol me etik edhe je rregull. Do ta marrësh përgjigjen për çdo pyetje që do të bësh, gjithmonë. Vetëm se duhet me etik. Nuk marr të drejtën e pyetjes asnjëherë. Nëse do të përmbush çdo dy kritere, unë do thyej çdo rregull do ta jap gjithmonë drejtën e pyetjes. Por jo për miting, për pyetje dhe për të marrë përgjigje. Po e bëre këtë, kem rregull. Se kësaj pyetjes tjetër u si përgjigjem kësaj, e do se do. Se telenovela.